Vazhdojnë të vinë natyrisht në muzikën shqiptare. E artistët vazhdojnë të sjellin projektet e tyre muzikore. Do shkojmë tek një artist, si thash në fillim të programit, do ta zgjojmë në fakt nga gjumi, por ndoshta ai nuk ka fjetur fare sepse e di që është shumë i angazhuar në gëzime familjare, i ftuar gjithandej. Përflasim për këngëtarin Aleksandër Xhelaj, që në fakt jeton prej vitesh në Amerikë dhe do ta pyes nëse tani e kemi zgjuar nga gjumi apo na ka pritur dhe nuk ka fjetur fare. Të përshëndes Aleksandër. Mirëmëngjesi dhe përshëndetje. Mirëdita nga Prishtina. Përshëndetje. Mirëmëngjesi nga Amerika. Kur ke qenë herën e fundit në Prishtinë në Kosovë? Po ishëm para një vit. Para një vit ishëm në Kosovë, por zakonisht edhe në Prishtinë, por zakonisht edhe kumftojnë për dazma apo këto zjafete ndryshme nga ona si në Gjakova apo Peja apo dinojva tjetër të Kosovës. Aleksandër, ishim duke diskutuar pak qasa më parë me audiencën e këtij programi që vazhdojnë të vinë ende mesazhe, telefonata për tekstet e këngëve shqipe. Përpara se të shkojmë tek projekti yt që po ecën shumë mirë më i riu, më thuaj kush është kënga me tekstin më interesant shqiptare për ty, që kur ti je në këto angazhimet e tua, në këto koncerte gjithandej, ta kërkojnë gjithmonë. Është një këngë e popullit, thënë ndryshe, që e këndon i madh i vogël, sipas teje që ka një tekst domethënës. Po, edhe një hena ju përshëndes dhe faleminderit shumë për ftesë, si ju Maksim dhe stafin tuaj, edhe me fanë kretë stafin e televizionit 21. Ka ana e teksteve, unë mërë me këtë punë që është në fëmiri. Dhe me fanë që është 13 vjeqare kam nëqizua, atër ishin CD-at e para, dhe gjithmonë i kam avurua kontat dhe tekstet këto me tekstet do me thonë se dhe tekstet vjetra. Si që cekte dhe ju do me thonë unë jam i angazhuam shumë në për dazma, koncerte dhe zjafete ndryshme, si këtu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si në vendlindje, do me thonë Malsi, Kosovë, Shqipëri, Maqedoni, por ka shumë këngë të vjetra, të cilat me pëlqejnë shumë, por ma shumë të që do me thane kërkojnë një këngë, nështë e dinë edhe ti me siguri, këngën e Hajredin Pashës. Hajredin Pashës, e vërtet. Po, e përdorin më është një tekst do me thane se, ose si që është edhe këngë nga Fred Prizreni Mori Shkoder, të cilat e përdorin shumë korekte mi dhe unë me ta. Mirë, i kthehemi tek projekti Ojnan, po shikoj që po bën namin, po pëlqet shumë gjithandej, po dëgjoj gjithandej një këngë shumë e bukur, dhe ti shpesh herë sjell këngë shumë interesante. Më thuaj paksa si po shikon ti se si po pritet, thënë ndryshe. E di që po shikoja edhe shumë postime dhe kolegët e tjerë ta kanë shpërndar, ta kanë reklamuar. I kënaqur? Po unë këngë kënë ti me materiet e cila ka dalë para disa ditësh me titullin Ojnan. Është me vërtet duke pritur shumë mirë nga ana e publikut. Është duke ecur fantazi, për popullit po i pëlqet. Unë zakonisht, si që e dini edhe ju, për çdo vit mundohem ka 2-3 këngë në vit të realizoj të reja. Mirë po, kjo këngë është me ecë dhe të më pëlqen nga ana e popullit shumë bukur. Bashkëpunëtorët e këngës, flasim për ata që kanë bërë tekstin, muzikën, natyrisht janë të ri, apo ti zakonisht bashkëpunon? Për shembull, për orkestrimin me Florent Boshnjakun, një artist që krijon hite me këngët që ai bën dhe orkestron. E njëkohësisht ke bashkëpunuar për melodinë dhe tekstin e këngës me Petrit Sefaj. Janë bashkëpunëtorët e ri apo janë bashkëpunëtorë të vjetër, miq të vjetër, kolegë të vjetër që bashkëpunon? Po, unë këtë këngë, si që cekte dhe ju, tekstin dhe melodinë ka ba Petrit Sefaj, mirë po kur është ka ana e punë orkestrimit dhe aranzhmanit,
e ka punuar një mik im I vjetër, të cilë bashkëpunojmë më shumë se 10 vjeta, po më shumë që realizojmë për çdo vit ka 2-3 këngë, është maestro Florent Boshnjaku, të cilët I përshëndes nëse shikojnë këtë emision nga zemra dhe I falenderoj për bashkëpunim. A është e vështirë, Aleksandër, më thuaj pasat duke qenë që ti jeton dhe vepron larg në Amerikë, për shembull që sa herë ti të duash të realizosh një këngë, duhet ta lesh Amerikën, apo sot digitalizimi, këto gjërat virtuale janë bërë edhe ndihmë për juve që nuk është nevoja, për shembull ti mjafton që e fut zërin në një studio aty në Amerikë dhe mund ta dërgosh këtu. A është pak e vështirë kjo largësia? Po, maksim puna është kështu. Gërbet me siguri sa shumë më vështirë se ti ishe në vendlindje të realizosh në projekt apo në këngë. Mirë po, unë zakonisht jam ka 2-3 herë në vit në vendlindje, nga I cili vend vi unë nga Malësia mbi Shkodër, dhe do me thëmë merrem aktivitete lanina, ka në dazmëve, koncerteve kështu. Mirë po me të vërtet nuk është e lehtë realizosh diçka nga gërbeti, është shumë më vështirë, mirë po faleminderisht malli Zot edhe tani këto rrethet sociale këto e kanë mundësua pak ma kollaj të shpërdash në kënd ka në Instagramit, YouTubeit, Facebookut e shumë gjëra të tjera që të shohin edhe popullin kudo që gjenden në përbot, domethënë kanë mundësi të njoftohen me një projekt të ri apo me një këngë të ri. Në atë mënyrë ndoshta pak është më lehtë, por sidoqoftë vendlindja është baza apo shumë më kollaj të realizosh diçka dhe të kesh sukses ka në asaj punë. Për titullin e këngës vendose ti Ojnan apo ishte vendosur nga autori I tekstit? Për vërtetën është nga autori I tekstit, por mua sa ndigjova, më pëlqen megjithëse për çdo ditë gati po thuaj na dërgojnë një tekst, një melodi prej gjithë botës, do më thonë këta që disa njerëz që kanë dëshirë të merren në këtë punë, mirë po kur ma goj kë Petrit Sefaj këtë këngë dhe melodi mu pëlqej më njëherë dhe ja nisa dhe më thonë Florentit dhe vazhdo me punë dhe realizuar dhe ka da një realizim dhe një këngë shumë e bukur. Jo veç kënga ime që e kem realizuar, por edhe populli po thot ashtu. Gjithmonë e kam pyetur veten çfarë ka malësia, çfarë ka pasur malësia, duke qenë që ti I larguar moti atje në Amerikë, që përveç se ka djemë dhe vajza simpatike dhe të bukur shtatlartë, ka dhe djemë dhe vajza që kanë zërin pushke dhe zëra të mirë. Çfarë keni pirë ju atje në Malësi? Çfarë uji? Me çfarë jeni? Uji kronit. Uji kronit. Uji kronit. Po. Është interesant. Po, faleminderit Zotit është na ka dhënë Zoti si që cekte dhe ju, si ka ona e pamje, si ka ona e zonit, një dhurat shumë të bukur dhe të mirë. Falenderojmë Zotin për këtë punë. Dhe një pyetje që kam, ju artistët që jetojnë në Amerikë, kam dëgjuar nga këngëtarët që jetojnë në Kosovë, edhe me zi presin edhe në Shqipëri, edhe në Malësi, ku do që ka shqiptar, me zi presin marrë në Amerikë, I prisnin shumë mirë ju atje, Por na mundohena Po? që ti mik presim të gjithë dhe me të vërtet edhe ka na ime, po thëmë po dhe shumë kolegëve të mi, mundohena që të ndihmojnë njëri tjetrin, mirë po tash na këtë punë e bajmë dhe më thamë kështu me bashkëpunim. Edhe na me zi presim shkojmë në vendlinje, sidomos të verës, në kohën e verës, kur jem angazhuar me lanina, si që ceka, dhe më thone për dazma, koncerte dhe këto zjafete ndryshme, verës na mundohen atje anina, ka one korrikut dhe gushit ku janë valja e dazma me kështu. Mirë po sonis pa koha e ftoft, ata mundohen marrë ka në aknina. Dhe kështu e bajnë bashkëpunim dhe ndihmohen me njëri tjetrin, por po me të vërtet edhe kënejna janë plot shqiptarë të cilët e kanë
e presin me gjithë dëshirë dhe zemër ti përshëndesin dhe ti mikprisin domethënë edhe artistët dhe kolegët nga vendlinja. E ja u rikthejnë me të njëjtën mikpritje kur ju jeni këtej? Ndoshta pak na je ma zemërgjan ka ona nena. Okej. Mirë, the që edhe këto bashkëpunimet edhe natyrisht kolegët, kush është një këngëtar që shpeshherë qëlloni bashkë duke kënduar, po shtateni shumë, edhe qoftë në një dasëm, qoftë në një gëzim tjetër familjar, qoftë në një koncert, që ke dhe mike ose mikesh të mirë ose mik të mirë? Maksim, unë mundohem që të bashkëpunoj dhe të jam, si më thonë, i rregullt me gjithë kolegët. Janë shumë që bashkëpunojmë, nuk do t'i ceki se ndoshta do të harroj dikonin e i rrim dikuj hatri, kështu që janë shumë kolegë dhe kolegët e cilët bashkëpunojmë edhe me të vërtet në çdo rast që takohemi dhe bashkëpunojmë së bashkut, dahemi të kënaqëm. Po mendoj nga ana ime tash si ndihen ata nuk e di. Mirë, gjatë verës. Po shpresoj se ata do të jesin të kënaqur me bashkëpunim. Gjatë verës, ku do të shohim më shumë? Do të jesh në vendlindje për të qenë në këto gëzime familjare? Ku je i ftuar më shumë? Po, unë si që ceka vim nga Malësia, dhe zakonisht aty do më thonë edhe kam shpinë edhe kaloj kohë më shumëtit, mirë po jam e angazhuar si nga ana e Kosovës, si nga ana e Shqipërisë, Maqedonisë, dhe më thonë Ulqinit, jam e angazhuar dhe mundohemi që ti dalim në sysret të gjithë dhe më thonë dhuruesve dhe këtyne që na kërkojnë dhe për dazma apo në i pari e kështu mundohem që t'jam që t'u dali, po me gjithë se atje bëhen dazma për çdo ditë, bëhen koncertet gati për çdo ditë, kështu që pak edhe na met koha që të kem kohë të lirët, ta kalojmë me familjarët, por tonë kohën dhe më thonë jenë zonën me dazma dhe aktivitetet të tjera në vendlinje. Unë nuk e kam një informacion për ty, megjithëse edhe unë jam malsor, thuajse. Aleksandri është talent në familjen e tij, në fisin e tij, i vetmi këngëtar apo ti e ke edhe të trashëguar nga dikush tjetër zërin? Dhe pyetja tjetër në këtë pyetje është kujt po ja lën ti këtë trashëgiminë e muzikës në familjen tënde me fëmijët, si kanë punën me muzikën? Po unë jam njëri familjar, jam i martuar, kam 3 fëmijë. Tash pak janë ndoshta në moshë të re, por e shoh se kanë pak talente kështu, por nuk kishim më thënë amësor, nuk i shtyj për me marrë këtë rrugë timen, nëse u pëlqehet dhe vazhdojnë kush nga ta, mirë Zot, mirë po unë jam si që më pyet edhe ju, jam i vetmi megjithëse si baba ose nana ose këta të partë e mi nuk kanë pak këtë mundësi ndoshta të merren me këngë, por ndoshta i kanë raqë Teli, Slahut, se kështu si në kohë të vjetra, por unë jam i vetmi tani që merrem me këtë punë nga ana e familjes seme. Çka do të jenë të ardhmen, shohim çka doni me Zot. Kemi ndonjë projekt tjetër gati apo ta shijojmë Ojnan një herë më pas presim ndonjë këngë tjetër? Tash për tash, kjo këngë si që ceka në fillim ka dalë para disa ditësh, 3-4 ditë. Kjo është duke promovua, duke vazhdua tani për tani. Shpresoj se në të ardhmen ndoshta për një muaj a 2, në Florentin jemi ty me ballën diçka të re tjetër. Por mendoj ka fundi i korrikut të jam në vendlindje dhe do të realizojmë edhe një këngë ka 2 tjera të reja. Mirë, ne të presim në studio edhe flasim gjëre gjatë, natyrisht. Faleminderit shumë, na fal që të kemi zgjuar herët, edhe të fala për familjen dhe natyrisht na sjell këngë dhe projekte të bukura, ne jemi këtu, mos harro.
do t'jetë njësia ime, për se jam zgjua pak herët se tash këtu është gati 6 mëngjesit, ja vlen për ju, Maksim, dhe për stafin tuaj dhe televizionin tuaj, ja vlen, kam respekt dhe jush, jeni më të mirët, ju përshëndes nga zemra, dhe ju falenderoj edhe një herë për ftesë, dhe ju përshëndes të gjithë të rishikuesit e televizionit tuaj, dhe ju dua nga zemra.